Këtë fundjavë 10 agent të Byros Kombëtare të Hetimit, prokuror special të prokurorisë posaçme kanë zbarkuar në qytetin e Elbasanit. Prania e tyre është vënë re nga qytetarët, ndërkohë rritja e tyre në këtë qytet në një numër kaq të madh nuk është vënë re më parë që nga koha e fillimit të fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 11 maj. Ky monitorim i rrep që po i bëhet fushatës zgjedhore në qarkun e Elbasanit nga ana e BK-s dhe SPAK-ut ka mbështetjen edhe një makineri të tërë monitorimi nga OSBE, Shërbimi Informativ Shtetëror si dhe Agjencia e Inteligjencës Financiare. Të gjitha këto struktura janë vendosur në gatishmëri të plotë për të kontrolluar çdo cënim të procesit zgjedhor dhe çdo lëvizje të kandidatëve për deputet. Aktiviteti i tyre elektoral dhe i mbështetësve të tyre është në vëzhgim të rrep në çdo moment. BK dhe SPAK janë duke monitoruar gjithçka në këtë proces zgjedhor në qarkun e Elbasanit, duke filluar nga përdorimi i burimeve publike, abuzimi me administratën, qarkullimi i parave të fista, ndikimi i krimit të organizuar dhe çdo tentativë për blerje votash. Burime zyrtare bëjnë me dije se angazhimi i organeve ligjzbatuese ka për qëllim garantimin e pastërtinë e procesit zgjedhor të 11 majit. Qarku i Elbasanit sipas burimeve zyrtare është nga më të blinduarit ndër 12 qarqet e Shqipërisë në këtë proces zgjedhor. Grupi i monitorimit i kryesuar nga prokurori Ulf Dado është duke ndjekur në terren në kohë reale të gjitha zhvillimet që lidhen me procesin elektoral dhe hetuesit janë duke punuar me pajisje me teknologji të avancuar që dokumentojnë çdo shkelje në këtë proces zgjedhor. Rreziku është po kaq potencial edhe për vetë kandidatët për deputet, ku shkapet në shkelje gjatë këtij procesi rrezikon jo vetëm të humbas mandatin, por të përfundojë edhe para ligjit. Ndërkohë edhe media është në monitorim për mënyrën e përfshirjes dhe pasqyrimit të zhvillimeve gjatë këtij procesi zgjedhor. Media të ndryshme dhe sidomos disa portale kohët e fundit rezulton se kanë publikuar lajme të pavërteta duke aluduar për konflikte dhe dhunë fizike. Një nga rastet më të fundit ishte ai publikuar nga disa portale ku deklarohej se ishte dhunuar dhe ishin shkaktuar plagë të rënda një personi në qytetin e Librazhdit, lajmi i cili rezultoi se ishte sajes për të njolosur procesin e qetë elektoral.